Sonte në kuadër të raundit të 4 në fazën e ligës të UEFA Conference Liga në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë përballen Drita e Gjilanit dhe Shkëndija e Tetovës në një duel shumë të rëndësishëm në këtë kompeticion të garave dhe ku mund të vendoset se cila nga këto skuadra do të kualifikohet në fazën tjetër. Drita vjen në formë të shkëlqyer me një moral të lartë pas triumfit 1-0 ndaj Shelburne në transfert. Skuadra e Zikiria Ramadanit ndodhet në pozitën e 13 në renditje me 5 pikë nga 9 të mundshme. Në konferencën për shtyp në prag të kësaj ndeshjeje, trajneri i kampionëve të Kosovës, Zikiria Ramadani, theksoi se kjo sfidë me Shkëndin është më e vështira që skuadra e tij ka përjetuar ndonjëherë në arenën ndërkombëtare, por lojtarët janë të motivuar. Jemi mundu ta regjenerojmë ekipën gjatë kësaj pauze që kishim me kombëtarën, dhe falë Zotit arriti edhe stafi mjekësor me punën e tyre të palodhshme, angazhimin e tyre që ta bëjnë ta kompletojnë ekipin. Se nuk e kompletoj unë, ato janë njerëz kryesor për ta kompletuar ekipin dhe 4 stërvitjet e fundit ka qenë i gjithë grupi në dispozicion dhe ne paka shumë e dim se kush do fillojmë, mirë po ndoshta nuk është korrekte ndaj futbollistëve për me deklaru se a do luaj Filani apo Mane apo Tusha. Për Tushën dua një lajm të jap, një lajm ndoshta ka me 2 fytyra, se Tushën e kemi prit që të rikthehet dikun muajin dhjetor, mirë po Tusha tani është gati, mirë po ne e kemi larguar nga lista e UEFA-s për shkak që kishim nevojë për një futbollist tjetër, duke planifikuar mbas rezultateve të para që Tusha kthehet në me 10 dhjetor. Nga ana tjetër, trajneri Kuqezi Jeton Beqiri para gazetarëve ka deklaruar se në Fadil Vokri të Prishtinës kërkojmë triumfin e dytë në këtë garë dhe sukses do të jetë vetëm fitoria. Jetë një ndeshje festive, një ndeshje besoj që do jetë një spektakël i vërtet si në tribuna edhe në fushë. Unë kam besim që si skuadra e Dritës ashtu edhe skuadra jonë është e përgatitur për të dhënë maksimumin. Është një ndeshje e rëndësie të veçantë për shkak se ne takohemi në kompeticionet evropiane, konkretisht në Conference League, dhe besoj që ekipi është i përgatitur që për të dhënë maksimumin, duke respektuar maksimum edhe kundërshtarin, konkretisht ekipin e Dritës. Ne shpresojmë që duke dhënë maksimumin dhe duke arritur që t'japim performancën më të mirë tonën, shpresojmë që të marrim rezultat pozitiv. Gjithsesi rezultati pozitiv për ne është fitoria. Për të ndjekur këtë ndeshje që i paraprin festës kombëtare ditës së flamurit, tribunat e stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë pritet të jenë të stërmbushura me tifoz nga të gjitha viset shqiptare. Informatat e fundit flasin se janë shitur të gjitha biletat. Ndeshja Drita Shkëndija fillon në ora 21.